Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën e Ilir Metës për t'u pyetur në lidhje me ngjarjen e 21 janarit 2011 dhe ka vendosur ta thërras atë për dëshmi ditën e njëjtën orën 10. Meta, aktualisht kryetari i Partisë Lirisë dhe ish presidenti i Republikës, do të merret në pyetje në cilësinë e personit që ka dieni për rrethana dhe fakte që lidhen me këtë dosje. 3 javë më parë, përmes përfaqësuesve të tij ligjor, Ilir Meta depozitoi zyrtarisht një kërkesë në SPAK, duke shprehur gatishmërinë për të dhënë shpjegime mbi ngjarjet e asaj dite. Në kërkesë, Meta argumentonte se si pjesë e qeverisë së kohës, ai disponon informacione që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të rrethanave të 21 janarit. Me porosi të Metës, avokati Kujtim Çakrani dorëzoi kërkesën prokurorit Alfred Shehu, duke kërkuar që ish presidenti të pyetet në kuadër të hetimeve që SPAK ka rihapur për këtë çështje. Më herët në kuadër të së njëjtës dosje janë marrë në pyetje dhe figura të tjera të larta shtetërore, mes tyre ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha dhe ish kryeministri Sali Berisha, i cili pas disa tentativash u paraqit në ambientet e prokurisë së posaçme. Ngjarjet e 21 janarit ndodhen gjatë një proteste të organizuar nga Partia Socialiste, atëherë në opozit, pas publikimit të një video me pretendent për korrupsion ndaj Ilir Metës. Protesta u përshkallëzuar në përplasje me forcat e Gardës së Republikës, ku u bën jetën 4 protestues: Hekuran Deda, Ziver Veizi, Faik Myrtaj dhe Alex Nika. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njerëzit në Strasburg e ka cilësuar 21 janarin si një krim shtetëror, ndërsa këmbgulja e familjes së Alex Nikës dhe viktimave të tjera ka çuar në rikthimin e dosjes në vëmendje të drejtësisë shqiptare. SPAK ka marrë përsipër rishikimin e çështjes, e cila nga sistemi i vjetër i drejtësisë është mbyllur me akuzën e vrasjes nga pakujdesia, duke synuar zbardhjen e plotë të përgjegjësve penal.